Le t'i hedhim një sy se çfarë i ndodh realisht trupit ton kur vendosim të heqim dorë nga alkooli. Nuk është një ndryshim i menjëhershëm, por një udhëtim hap pas hapi, plot me përfitime pozitive që shtohen me kalimin e kohës. Dhe pyetja e parë që na vjen ndërmend është sa shpejt fillon gjithçka. Shumë mendojnë se duhen ditë ose javë për të parë ndonjë ndryshim, por e vërteta është se procesi i rimëkëmbjes nis pothuajse në çast. Po, saktësisht, mund të tingëllojë pa besueshme, por vetëm pak orë pas gotës së fundit, trupi ynë, kjo makineri e jashtëzakonshme, fillon një lloj ristartimi automatik. Ai i hyn punës për të pastruar alkoolin dhe për të nisur hapat e parë drejt shërimit. Mirë, le të fokusohemi tek ajo periudha e parë vendimtare, 24 orët e para. Kjo fazë është absolutisht thelbësore sepse këtu ndodhin disa ndryshime të brendshme vërtet të shpejta. Pra, çfarë ndodh konkretisht? Mendojeni si një ekip shpëtimi që hyn në veprim. Së pari, mëlçia, filtri kryesor i trupit, fillon menjëherë punën për të larguar alkoolin. Pastaj, nivelet e sheqerit në gjak, të cilat alkooli bën të luhaten si një anije në stuhi, fillojnë të qetësohen. Dhe kjo çon direkt te hapi i tretë, një rritje dukshme e energjisë. Dhe këtu ndryshimi është, le të themi, si nata me ditën. Nga njëra anë, me alkoolin në sistem, trupi lufton me ulje ngritje të sheqerit, gjë që sjell ato dëshirat e papritura për sheqer dhe një ndjenjë të vazhdueshme lodhje. Por vetëm 24 orë më vonë, fotografia ndryshon plotësisht. Sheqeri stabilizohet dhe energjia bëhet më e qëndrueshme. Okej, kalojmë tek java e parë. Dhe këtu gjërat bëhen vërtet interesante, sepse përfitimet fillojnë jo vetëm të ndihen, por edhe të shihen me sy të lirë. Shikoni pak këtë progresion. Brenda vetëm 3 ditësh, cilësia e gjumit përmirësohet të ndjeshëm, bëhet më i thellë dhe më çlodhës. Pas një jave, lëkura fillon të duket më e pastër, më e hidratuar. Dhe deri në javën e dytë, sistemi tretës fillon të ndihet më i qetë. Pra, thelbi është ky. Alkooli vepron si një hajdut i gjumit të mirë. Ai mund të ndihmojë të flesh, por të vjedh pjesën më të rëndësishme, atë të thellën, rikuperuesen. Kur e heqim nga ekuacioni, trupi rifiton aftësinë për të bërë një gjumë të vërtetë dhe të patrazuar, gjë që është jetike për gjithçka tjetër. Dhe përmirësimet nuk ndalen me kaq. Deri në javën e dytë, ndryshimet vazhdojnë. Alkooli e dehidraton trupin, kështu që pa të, lëkura rihidratohet dhe merr një pamje më të shëndetshme. Për më tepër, duke qenë se alkooli irriton stomakun, lënia e tij sjell një lehtësim të madh nga fryrja, problemet me tretjen dhe urthi. Dhe tani, arrim në një moment kyç, një pikë kthese të vërtet. Muaji i parë. Këtu ndodhin përmirësime madhore në organet e brendshme dhe, po aq e rëndësishme, një rritje e ndjeshme shëndetit mendor. Mëlçia ka një aftësi të jashtëzakonshme për të rigjeneruar, dhe ja si funksionon, thjesht duke ndaluar irritimin e vazhdueshëm që shkakton alkooli, i japi mëlçisë shansin të fillojë procesin e saj natyral të vetë riparimit. Si rezultat, aftësia e saj për të filtruar toksinat përmirësohet në mënyrë dramatike. Por ndryshimet nuk janë vetëm fizike, as pak, janë edhe mendore. Alkooli është një depresant i sistemit nervor. Pa efektin e tij, shumë njerëz vërejnë një ulje të ndjeshme të niveleve të ankthit dhe depresionit, dhe për më tepër, aftësia për të përqendruar bëhet shumë më e mprehtë. Në fakt, burimi ynë e thotë më së miri. Heqja e alkoolit nga jeta mund të ketë një ndikim të thellë në mirëqenien mendore, duke hapur rrugën për një gjendje shpirtërore më të qëndrueshme dhe një mendje më të kthjellët. Mirë, kemi parë ndryshimet e shpejta, po në planin afatgjat? Këtu ndodh transformimi vërtet. Përfitimet që grumbullohen gjatë disa muajve deri në një vit mund të jenë vërtet thelbësore. Kjo tabel na jep një pamje të qartë se si përfitimet shtohen me kalimin e kohës. Pas 3 muajsh, zemra fillon të falenderojë, shpesh me një ulje të tensionit të gjakut. Pas 6 muajsh, pa kaloritë e tepërta dhe boshet e alkoolit, humbja në peshë bëhet shumë më lehtë. Dhe pas një viti, po flasim për ulje serioze të rrezikut për sëmundje të rënda. Dhe pas një viti, ndryshimet janë thelbësore. Rreziku për disa lloje kanceri që lidhen direkt me konsumin e alkoolit ulet ndjeshëm. Përveç kësaj, sistemi imunitar bëhet më i fortë, si një ushtrim më i përgatitur për të mbrojtur nga infeksionet dhe sëmundjet. Por ndikimi shkon shumë më thellë se kaq. Nuk është vetëm çështje e shëndetit fizik. Lënia e alkoolit mund të krijojë një efekt domino pozitiv në çdo cep të jetës. Kjo e ilustron perfekt. Mirëqenia emocionale përmirësohet, gjë që ndihmon në forcimin e lidhjeve me njerëzit e tjerë.
Dhe po, madje edhe financat përfitojnë, pasi parat që më parë shpenzoheshin për alkool, tani mund të përdoren për gjëra të tjera. Ky citim me kap thelbin e anës sociale në mënyrë perfekte. Pa ndikimin e alkoolit, lidhjet me të tjerët mund të bëhen më të thella dhe më autentike. Bëhet më e lehtë të jesh vërtet i pranishëm në momente të rëndësishme. Sigurisht, ky rrugtim nuk është gjithmonë i lehtë. Askush nuk e thot këtë. Por, siç e pam, shpërblimet janë të jashtëzakonshme. Çdo hap i vetëm, nga ora e parë e deri te viti i parë, të afron më shumë me një version më të shëndetshëm dhe më të lumtur të vetes. Dhe kështu mbyllemi me këtë mendim. Duke parë gjithë këtë zinxhir përmirësimesh, nga energjia e rritur në ditën e parë, deri te ulja e rrezikut për sëmundje pas një viti, pyetja mbetet: çfarë dere të re mund të hap një vit ndryshimi?